Mirëdita të dashur miq, shikues dhe dëgjues të videove të mia. Po vazhdoj me pjesën e dytë nga libri E megjithatë jetojmë, kapitulli I vogël për Stavrin e Madh. Stavri I dha kohës vërtetësinë e vlerën humane të njeriut në të kundërt me tjetërsimin dhe dyfytyrësinë që ajo kohë eksperimentoi me njerëzit e saj. Në vend të sedrës dhe konkurrencës talentore që nxit dhe zhvillon profesionalizmin, ajo kohë përballi mediokritetin dhe servilizmin krijues të tamtameve të regjimit me mjeshtërinë kulturore, artistike, aktoriale të krijuesve të talentuar. Pak të devijoj apo të merrej për devijim një lëvizje e re në krimtari, shfaqe në përmasa të përbindshme hipokrizia dhe egërsia goditëse e regjimit, ndaj çdo figure sado e shquar dhe nderuar që të ishte. Afër tehut të kësaj shpate enveriane që tunkni njëri çerët partjakë, u ndodh dhe u rrezikua të goditej edhe Stavri Shkurti. E përse vallë? Se në festivalin e estradave të ndërmarrjeve, falë punës me fantazi, kulturë dhe ide të përparuara, paraqiti një grup humoristësh me aftësi e talent që për ditë e javë të tëra rrezikoi dyert e teatrit nga vërshimi I spektatorëve. Ishte një shfaqje veçantë për kohën që e mbajti spektatorin të pambështetur në ndensjet e sallës, duke dëgjuar e shijuar humor, parodi e këngë në një skenë moderne mes efektit shoqërues të dritave. Ura në piknik. Ky titull I gëzueshëm I shfaqjes la nam në kryeqytet dhe solli në Korçë flamurin e festivalit kombëtar të estradave të ndërmarrjeve, bashkë me vendet e para të humoristëve më të mirë, të këngëtarëve dhe orkestrës më të mirë dhe kuptohet me regjizorë më të mirë që ka firmën e Stavrit Shkurtit. Por kaq ishte ky piknik, në thonjza, I gëzueshëm I njerëzve, se filloi dimri I ortekëve që përlau sa e sa talente të penës, deri dhe personalitete në instancat partijake e shtetërore. Mes tyre kishte edhe nga ata të lozhës, që duart rokitën e vlerësuan shfaqjen dhe I dorëzuan flamurin fitues Stavrit. Me sa duket orteku arriti në cakun e ngopjes tek kishte pranë Stavrit, duke I bërë paralajmërimin e radhës. Mbaj mend anktin dhe tronditin e këtij njeriu më të pastër se vetë pastërtia në shpirt e mendje, që e bëri të heshur e të vrentur për një kohë të gjatë në këtë dramë me përmasa tragjike të jetës. E megjithatë, Stavri vazhdoi të interpretonte e të shpërthente me talentin e tij edhe në dramat apo filmat mediokër që I vinin për shtat sistemit, pa rënë kurrë në kurthin e skemave shabllone e të porositura të roleve, ndërsa ngjarje të tilla haroheshin shpejt nga spektatorët, e kundërta ndodhte me protagonistin e tyre të interpretuar nga Stavri. Kam pasur fatin e madh që nga gjithë të afërmit e Stavrit, kuptohet veç familjes, të isha më I kudondodhuri me të, qysh I vogël e deri në çastet e fundit të frymëmarrjes së tij. Kam të drejtën e preferencës si një baba I dytë për mua, për masë kjo në rritje sidomos pas vdekjes së babait, kur unë isha vetëm 17 vjeç. Të vejlit preferojnë në gjyshet, me përgëdhelit e rrëfenjat e tyre. Mua më ma gjepste Xhaxhi Stavri me rrëfenjat e tij, sa reale, aq dhe fantastike. Mezi prisja çastin e takimit me të, për ta pyetur për sa e sa enigma e kuriozitetit të kësaj bote, dhe ai me një gjuhë të kuptueshme dhe diksion magjik, më fuste në botën e pafundme të njohjes dhe imagjinatës. Udhëtonim bashkë universit dhe ndaleshim në mjegullnajen e Andromedës për të kërkuar jetë në milionat e yjeve të saj. Pastaj merreshim me Jules Vernein, që pasi na bënte një xhiro aventuriere rreth tokës, na zbriste 20.000 lega në ndet në një botë ujore fantastike. Po për tërkershën e Bermudës, aq kurioz më kish bërë me enigmat e ndodhive në të, sa në çdo takim I paraqisja zgjidhje naive fëminore. Nuk di masën e lumturisë të tjerëve që ishin në kontakt me Stavrin, të afërm apo të njohur qofshin,
por di lumturinë te masës që më ka shkaktuar mua, që kur më mbante përdore në hapat e para të ecjes dhe deri në çastin ku ndali ecjen e tij në këtë botë. Ishin ditët e para të 1997-s, kur zëri Stavrit më nxori në balkon. Etkë, më theshte, si ju kam? Më pyeti dhe vazhdoi. Sa po erdha nga Greqia, e do vete të shlodhem në shtëpi, do takohemi se do rri ca ditë këtu. Ja, sikur kemi ardhur, thash i gëzuar dhe pyeta. Ç'kemi Xhaxhi Stavri? Ç'thotë Selaniku? Selaniku mirë është, por unë sikur s'jam mirë. Më duket se kam të keqen si Vasilika, duke bërë aluzion për sëmundjen e pashërueshme të mamas sime e motrës së tij njëkohësisht. Çike këto tiposje? Me këtë shëndet që ke, si të vete mendja për keq? Pse çdo gjë që na dhem qenka e pashërueshme? Mirë, do bisedojmë kur të vim nga shtëpia. Ja preva vazhdimin e ankesës me një ton të lartë të përdorur për herë të parë në bisedat me të. Hyra në kuzhinë gati shokuar, me një përzierje mendimesh tronditëse që më çuan në pyetjen enigme. Ç'të ket vallë që i vete mendja për keq? Po ndërpres këtu pjesën e dytë për të vazhduar më vonë me pjesën e tretë të kujtimeve të mia për Stavrin e Madh të paharuar. Faleminderit, gjithë të mirat ju uroj.